Qëllimi përjetësor I dashurisë. Numër 2. Njeriu ka ardhur në ekzistencë nga dashuria. Meqense dashuria është përjetësore dhe zotëron imazh të përsosur, ky privilegj është transmetuar gjithashtu në brendësi të organizmit mishor të njeriut. Vetëm njeriu e ndjen konceptin dhe dëshirën e zjarrt për të jetuar përgjithmonë. Sigurisht, kjo dispozit do të qëndrojë brenda konceptit njerëzor, meqense përjetësia vazhdon të ziej në mënyrë të veçantë brenda shpirtit, gjatë gjithë ekzistencës së tyre, edhe pse tani për tani është e shkurtër. Përveç kësaj, njeriu është krijuar ta demonstrojë dashurinë përmjet kuptueshmërisë sensibilizuese dhe po ashtu simpatisë dhe empatisë. Asnjë krijesë tjetër në tokë apo mishore e ka apo e zotëron këtë aftësi. Dashuria është supremiteti I universit. Vetjeta e ka origjinën nga mençuria, fuqia dhe drejtësia e dashurisë. Ne ekzistojmë sepse dashuria vendosi për njerëzit të veshin imazhin e përkryer të saj. Njerëzit janë krijesa e vetme në tokë që u është dhënë mundësia për të reflektuar mençurinë morale të dashurisë. Edhe pse më pak I fuqishëm se bualli, njeriu zotëron fuqi dhe autoritet për të dominuar, organizuar dhe drejtuar me dashuri çështjet e këtij planeti. Përveç kësaj, cilësia ose cila krijesë tjetër në tokë zotëron një ndërgjegje për të kuptuar të drejtën nga e gabuara dhe të implementoj drejtësinë nëpërmjet pushtetit, mençurisë dhe natyrës që dashuria e ka instaluar brenda tyre. Sidoqoftë, dashuria nuk është thjesht një fjalë ashtu si njerëzit po e konsiderojnë atë sot. Përderisa mençuria e dashurisë zotëron sy pafund, si rezultat kjo cilësi mund të shohë me lehtësi qëllimet më të thella të zemrës. Po, asgjë nuk I shpëton observimit dashurisë. Prandaj, nuk do t'ishte as pak e mençur ta abuzosh këtë fjalë sikur të ishte e parëndësishme në qëllim, apo thjesht si justifikim për të arritur ndonjë formë komoditeti sentimental. Meqense dashuria është nga përjetësia në përjetësi, kjo cilësi prezervon një qëllim përjetësor që ende po I afron shpresën e saj përmbushëse jetës turbulluese të njerëzimit dështues. Ironikisht, shumë herë njerëzit e shprehin këtë fjalë si të parëndësishme apo pa esencialitetin e dur. Dhe aty këtu, dashuria përmendet nga ata të cilët kanë rënë nën pretendimin e tyre mbërthyes romantik. Nga ana tjetër, njerëzit që e demonstrojnë natyrën e përsosur të reflektimit të saj, her pas here konsiderohen si të dobët psikologjikisht ose të papërvojë. Përsëri, njerëzit harrojnë se dashuria e ka tepër të lehtë për të lartësuar apo ngritur në piedestalin ose në piedestal dinjitetin e të pafajshmit dhe atij që I fshihet me nënvlerësim. Përcaktueshëm, dashuria ka pushtet të ngrej njërin lart dhe ta ultëroj ose ultësoj një tjetër drejt hirit të poshtërimit përdhues, madje edhe drejt atyre ekspozimeve me poshtërim publik. Prandaj, kush mund të qëndrojë në kundërshtim me dashurinë dhe mbas kësaj të shqiptohet si I mençur, I fuqishëm dhe I pathyeshëm. Faktet tregojnë ndryshe dhe vazhdojnë të demonstrojnë të njëjtën mposhtje mbas mira vitesh. Sigurisht, me këtë paraqitje kundërshtuese dhe influencë helmuese, do t'ishte njësoj sikur të shkosh në kundërshtim me vetë natyrën e njeriut, ligjet e gravitetit dhe po ashtu
përgjithsisht kundër strukturës së përkryer të krijimit material dhe atij fizik. Familja njerëzore është ndërtuar mbi themelet e përhershme të dashurisë dhe përzemërsisë natyrshme, ndryshe nga kafshët, të cilat janë krijuar për të vazhduar me mençuri instiktive. Njerëzit janë të pajisur me fuqinë e arsyes dhe aftësinë e të menduarit, në mënyrën për të dalluar çështjet e ndryshme esenciale, ku jeta e tyre në tërësi do të varej për vazhdueshmëri dhe mbështetje të përjetshme. Në ç'kuptim të përjetshme? Përderisa njerëzit janë krijuar me një dëshirë të ngulitur dhe të pakundërshtueshme për të jetuar dhe jo vdekur, përjetësia me dëshirën e pashtërueshme të mbijetesës do të vazhdojë hynësinë e saj frymore, mendore dhe emocionale si një grumbullim nxitës, derisa ky qëllim ta përmbush detyrën e tij drejt bindjes së plotë ndaj njeriut që e kërkon këtë organizim hynor. Po, fillimisht ne duhet ta mbajmë të ngulitur në mendje se njerëzit gjithnjë do ta kenë të ngulitur pikpamjen e përjetësisë ndaj jetës. Në një farë kuptimi, përjetësia është ende duke banuar si një gjendje drejt botimi në brendësi të zemrës së tyre, pavarësisht faktit se njerëzimi është duke e strehuar këtë koncept në heshtje ose të pashprehur, sigurisht duke e mbajtur të izoluar nën fakultetin e botës së tyre sentimentale. Edhe pse kjo iniciativë u ndërprej që nga nisma e njerëzimit, dashuria nuk vonoi që të paraqes një aspekt të ri ndaj jetës. Natyrisht, aspektin e konsideratës dhe vlerësimit ndaj esencialitetit të saj. Që tani e tutje, ky privilegj do të konsiderohet si dhuratë e pamerituar nga dashuria, dhe si e tillë, kjo mundësi do të përqafohet nga të gjithë ata që tregojnë vlerësim nëpërmjet bindjes së tyre të plot mendore, morale dhe frymore ndaj imazhit të përkryer, dinjitetit të qëndrueshëm dhe autoritetit të pamposhtur suprem të dashurisë. Prandaj ky fakt kërkon për ulësi, kuriozitet, njohuri, oreks apo uri dhe sinqeritet plot në mënyrë që njeriu të kuptojë rëndësinë e bindjes hynore dhe mençurinë e dashurisë në nivelin e kërkuar të aprovimit të saj.